إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahun e falenderojmë dhe njëkohësisht dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut. Pastaj përshëndetjet tona më të ngrohta, më të sinqerta janë për Muhamedit alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët besnik dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, me lejen e Allahut, sot do flasim për një koncept i cili duhet me u ndërtu në vazhdimsi, duhet me punu në mënyrë të vazhdueshme për të pasur suksese të dëshiruara. Ajo është kujdesi ndaj atyre që meritojnë kujdesin më të veçantë, ata janë fëmijët. Vëllezër besimtar, po shehni se kohët që shkojnë sa më afër kiametit, don devijimi sa më shumë shpaloset dhe format e devijimit vetëm sa shtohen në këtë drejtim, fëmijët janë ajo pjesa më e ndjeshme e umetit, janë pjesa që më lehti preken dhe që me imunitet më të vogël, sepse janë të paformsuar. Në këtë drejtim është përgjegjësi e jonja që ne të merremi me ta, të merremi me fëmijë që të edukojmë ata. Andaj në këtë drejtim Islami i ka kushtuar rëndësi të madhe edukimit. Edukimi nuk është një koncept i cili do të mjafton edhe u kry. Jo, vëllezër besimtar, Allahu në Kur'an po i thot pejgamberit alayhis salam: "Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir." Dhe urno familjen tënde me namaz dhe insisto në edukimin e tyre, insisto në faljen e namazit të tyre, e që kjo është baza e konceptet të edukimit familjes, insistimi në edukimin e tyre. Mos me thonë, i kum thonë, po s'po merr vesh, i kum thonë, po e braktisa. Andaj edukimi është një proces i cili do të jetë i vazhdueshëm i fëmijëve tonë. Kurani vllazni, libri i Zotit nuk është histori, nuk është me tregu ngjarje, por me punu me to. Andaj në këtë drejtim, përderisa ne jemi ummet i Muhamedit alayhis salam, e që shpallja jon ka nisë me ardh Iqra, lexo, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo në emrin e krijuesit tën, ai i cili ty të ka kriju. Andaj na duhet të jemi ata që punojmë në edukimin e gjeneratës e cila është më e ndjeshme. Jo unë kalum kem fol për vlerën dhe respektin që duhet me pas ndaj prindërve, ndërsa sot do flasim për kujdesin që duhet me pas për gjeneratën e re, ajo e cila do të mu formsu në parimet islamit, ajo e cila do të mu formsu në parime të shëndosha. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, dëgjoni çfarë po thot Muhamedi alayhis salam: çdo fëmijë lind me natyrshmëri islame fitre. Do thot çdo fëmijë lind me natyrshmëri islame fitre, mirë po janë prindërit pastaj, ata të cilët e bojnë krishter, hebre, tash po them komunist, islamofob apo edhe ateist, që këto shifet rëndësia e edukimit familjar, shihet rëndësia që na me punu me fëmijët tonë, që ata me përfundu besimtar, me përfundu rob të Allahut, jo armiq këtij dinit, apo mos e bazot me përfundu qafira. Kjo nuk përjashtohet, ka positata edhe te pejgambert që fëmia ju kanë deviju, po si si pasojë e mos punës tyne. Do të ky ai robi Allahut që nesër del para Allahut, po fëmijët si ka pas, no fëmijët nuk janë udhëzu, por ky ka punu, ky është i paq para Allahut, është i paq. Andaj këtë drejtim ti më shpëtu për dënimin e Allahut, dosh me marr me familjen tënde, edhe në këtë drejtim do të më fillu prej fëmijëve, sepse vllazni veç naluni pak edhe meditonin. Keni për të parë se fëmijët mas shumë të bombardohen që me deviju, mas shumë të bombardohen ata që me përfundu jashtë islamit. Po besoj, ju që një pak ma djetët, e monin men një kohë kur shkonin me të madhe familje tona në Perëndim. Emigronin me të madhe
e ja u kanë thonë do fjalë atje, thot ju s'na vyni, po fëmia juve na vyn. Ju s'na vyni, po fëmia juve na vyn. Pse? Se çata e kanë posynin me përfundu dikon tjetër. Don ti je njeri i formsum, je njeri përgatitën, është telashe me të zhvendos për parimeve tua, po fëmijët e tu kallajasht. Pse? Se ti me në shkollë ti mëson e të përfundojnë pejn fitrës islame, përfundojnë në fitrë krishtere, hebreje apo diçka tjetër. E këto vëllezër besimtar pejgamberi son po na mëson konceptin e edukimit në shtëpi. Ti je çaj që dush me eduku fetarisht e vladin tënd. Ti je çaj që dush më kujdes që vlladi jot me fal namazin, gruaja të më mbulu në shtëpione, mos më dëgju muzika, mos më kshir haramet, pra është një obligim i madh, po që nuk ndërtohet me parimin i komfonës po merr vesh. Jo, ndërtohet me parimin të vazhdimësisë dhe të insistimit. Sahab vllazni, sahab kanë thonë, na ka këshillu pejgamberi sallallahu herë, në të vazhdueshme. E kem dëgjuar këtë hadith shpesh pe pejgamberin sallallahu. E kush jemi na që me mendu që fëmia jon me një të thonë e merr vesh një koncept të madh fetar. Andaj këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, për neve Islami është baza. Edhe këtë do të me transmetu tutje të fëmija tonë. Kanë bo psikolog të ndryshëm, sociolog, analizat të burgosëve kriminal. Në mbi 90% të rastërve, ata që kanë bo krime nuk vinë për familje fetare. Nuk vinë, ka në i përjashtim, në incident i vogël, po mbi 90% nuk vinë për familje fetare. Pse? Se nuk e bëna i pse, nuk peshe polici, po e den që e shë zoti. Nolët, andaj këtë drejtim të ndëruar xhamat, qyteti jonë, po e thamë me transmetim cakt, ma kanë thonë zyrtarë të shtetit, të e kem përmen, e kem studiu si fakt, Mitrovica i ka këtë para kushtet me konë një qytet me kriminalitet të madhë, qytet me papunësi, raste sociale të shumta, dhe rrethonat politike që janë, mirë po llogaritet për qyteteve me kriminalitet shumë të lartë. Thot kur i kem analizu këto çka janë, thot është fetaria e qytetit që njerëz i nal. Është fetaria e popullatës, njerëz që kanë frikën Allahut, e persona të folë vllazni, që na me u kujdes që fëmijët tonë me u udhëzu në mënyrë të shëndosh, me u udhëzu në mënyrë të parimeve islame, që ata me shpëtu, fillimisht mos me përfundu në zjarr xhehenemit, po edhe për dynja mos me bredh, mos me mashtru, kush do që bën një program më të voglin, më të thjeshtë, më na i mashtru fëmijët. Andaj në këtë drejtim për neve si musliman është e ditën shumë mirë se burimi i diturive është pejanës Allahut. Kush ka shkuj pare, Idrisi alayhis salam, pejgamber, i kanë me inspirimin e Zotit, me lejen e Allahut, kanë zbulu çështje ndryshme, Nuh alayhis salam, qysh ndërthet anijas të mëdha që me i përballu tajfunit me inspirim të Allahut, dhe pastaj bota ka vazhdu edhe në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar. Ne duhet të jemi ata që nuk lejojmë që evladët tonë me konë gjysmoka. Me konë gjysmoka, djali është magjistër, po shahadetin se din. Magjistër, po kur në xhami s'ka hi. Nuk e din as kul huwallahu, as Fatihan, a më thonë që kjo gjendja jote nuk flet për një musliman, ai ti nxjerr sy thotë, unë jam muslimana? Thotë, unë jam musliman, baba gjyshin fol, po shahadetin se din. E persona të fol, që na me punu me fëmijët tonë, që fëmija tonë mos me konë gjysmoka, me konë mirë profesionalisht, e në mirë në shkencë, po mos me pos imanin kërka, mos me ditë kur gjë prej fesë. Andaj do të me punu vllazni me ta, sepse kjo çështje është përgjithësi e madhe. Në ditën e gjykimit, vllazën besimtar, çta fëmijë kanë mundësi me konë armiq tonë. Të ka përfyti, pse babun ka qenë në shkollë, pas ma ka mësuar namazin. E pse unë sot me përfundu lën djegse zjarr xhehenemit, kur ti s'ma ke mësuar namazin. Andaj parë tonë të mirë, merrni veç punona të 4 imam të mëdhej, të 4 mëdhëbeve, keni për të po se kanë qenë profesionalistë të dallum. Për shembull Ebu Hanifën, njës i gjuhës i madh, shumë e ka njoft gjuhën, tregtar i madh, Imam Shafiu, mjekësin, Ibn Taymija, një çështë, pse? Formësim gjysmak të parë tonë s'ka pas, i mirë në shkencë, i mirë në dinë. E tash tek ne, është paraqit ajo rëndësia e dynjas, po japëm përparësi dynjas,
por po e harrojmë të ndërrojmë vëllezër besimtarë që edhe me shta të vegjële do të më punu, edhe ashta të vegjële do të më afru, edhe do të më tregu shumë më shërshëm në raport me ta në mënyrë vëllezër besimtarë që me trashëgu këtë din e cila është e vetmja e pranuar tek Allahu. Vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam na ka paralajmëruar ndaj përgjegjësive me të cilat ngarkuhemi nuk i kryjm. Andaj ne jemi kujdestar, familjen tonë, edhe secili kujdestar ka pejgamberin ka për të marrë në pyetje për kopën e tij. Andaj jeni të kujdesshëm me familjet e juaj. Mundoheni të siguroheni që në familjet e juaj vllazni me u fal namaze, edhe në këtë drejtim vetëm një çështje paramendoni se nuk kanë me lëviz kom tona ditën e gjykimit pa u përgjigj për të gjitha përgjigjet që i ke thonë. E një për tyne është edhe familja. Andaj letë është me thonë sët, i kumë thonë s'po mërvesh, po para Allahut kjo nuk vlen. Është përgjithësi me cilën je ke ngarku, dhe nonën tjetër është ajo që do të na nxit më shumë, e vladët janë lloj sadakaje rrjedhshme. Ti vdes e djali jot falet se ti ja ke mësu Fatihan. Se vopet e çdo shkruajnë të Fatihas ty të vinë. Don se vopet e çdo vepër të mirë që ti ja ke mësu, në hisë ti e ki, andaj këtë drejtim fillimisht ja kemi frikën Allahut që mos më dështu, ka që obligimit që Allah na ka dhënë, dhe në tjetër e kemi nxitjen që nëse ti s'ke pas mundësi asnjë vakt me lënë mas vete, asnjë vepër të mirë që sill se vopet vazhdueshme, s'pako e vladët tu me kon rrugë Zotit që me të përkurtu për hajër dhe me të bëu dua për ty, edhe duke bërë ata vepra të mira ne fitojmë sevape duke qenë në varr. Me kaq që do të bëj në portë ty, duke kërkuar falë të Allahut, kërkon falë sot vazhdim me sirus. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyyu ba'da. Tanë vëllezër besimtar, muslimani nuk do të asnjëherë me u dëshpëru nga mungesa e rezultateve. I ke thonë s'po merr vesh. S'ka lidhje, vazhdo thuj. E në këtë drejtim, është Allahu që merret pastaj me punën tonë. Andaj ti këshillën dush me thonë, edhe ajo është si puna farës. E gjun në tokë e me lehen Allahut në mbin. Andaj në këtë drejtim na shpesh po dëgjojmë musliman ka herë për fat kaq të kompleksuar me komplekset të inferioritetit, duke thënë nashta i shkon mirë me këshyt çapo thonë këta të tjerë, po nuk përmirësohet ummeti përveç se çuçi përmirësu gjeneratët e para. Ata sahab i ka përmirësu Allahu përmes të dërguarit të tij me Kur'an. Edhe ne do të më kthy te Kur'ani, do të më kthy te këshillat që burojnë nga Muhamedi alayhis salam, edhe me shtim funksion, edhe me prit, por jo mu dorëzu edhe me braktis këtë mision me të cilën Allahu na ka ngarku. Andaj kanë thonë dietarët, shumë është kjo thonjë interesante, thonë çështja e dinit është sikur se çështja e shiut. Çdo këshill është si shiu, nuk dihet cilla pikë është më hajret, e para, e mesit e fundit, e që do të thotë ti vazhdimisht duhet me këshillu. Vazhdimisht duhet me insistu, edhe në këtë drejtim nuk bën me godit dëshpërimin. Është interesant, vllazni, një hoxh, nuk do m'ja përmendën, e ka shkruar një libër, thotë 30 këshilla për me eduku familjen, 30 këshilla për me eduku fëmijët. Dhe thot, mas ju bona fëmijë, tha poshtë ty besesh kallaj, ke farë pune. Mi shku po, do mirë po, edukimi i fëmijëve, sidomos në këtë kohë, kur me të vërtet fëmija bombardohen shumë me media sociale, e me lojna, e me thuj çka dush, thot se shalet ke punë. Thot e u mëron në men që do të më kthy Zotit. 30 këshilla i ka shkruar këtë torta, cilën të mersh këshilla orta, është bënë këto, bënë ato, bënë këto. Thot, po në fund, thot, ju drejtova Zotit, ja Rab, unë temën e kryva, po s'po jap sukses për hir tonë, kthem fëmijët në rrugë tonë. E çto do të më bëjë na? Nëse këtë sebepet i ke marr, po bash ai rezultatet ti që po ki qef, s'është orë, veç një ke harru. Ai është me drejtu Zotit me lut, ja Rab, evladin, ja Rab, nonën, motrën, babën, këndët që i ki, udhëzama edhe Allahu për këtë premtim, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. E kur ty të pyesin robërit e mi për mua, o Muhammed, ti thuaj atyre se unë jam shumë afër. Andaj këtë them, lutë Allahun që Allahu më të udhëzu evlad e më të rujt për devijimit vllazni. S'është e rënë
me po një evlat tonin, një evlat besimtarëve, rrugëve duke bredh. Na po shumë rastet ndryshme, nuk kemi nevojë me fol, mirë po, e lutem Allah që Allah tonë me udhëzu, mirë po në edukimin e fëmijëve, dy këshilla i kam të fundit. E para, bëni sabër me ta. Mos u dorëzoni edhe insistoni shumë. Sepse nëse pejgamberi alayhis salam ka Allah insista, kjo për ne vlen shumë më shumë. Insistoni vllazni dhe mos u dorëzoni dhe lutni Allahun në rrugtimin tuaj në këtë dunja me familjen. Pa thot Muhamedi alayhis salam, kushdo që është sprovu me vajza, dëgjoni se hadith vllazni. Dhe thot bën sabër në këtë rrugtim në tyre, që më edukon rrugë të Zotit, e ka herë fëmija, din mi bo dhe dëvime të vogla, vllazni mos me nëzitu, e mi rënu fëmijët, mos me nëzitu, e mi thonë fjallë të rana, e mi ofendu, e me i thy fëmijët tonë, sepse thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kushdo që është sprovu. Allah i ka dhënë vajza, po i sprovu, vajzat si vajza din dëhen me deviju, thot, po bën sabër për të Allahut dhe vazhdon punën me to, nuk i braktis, me hek dorë, te episodet thot, nuk hek dorë për tyne, që kjo puna ti me vajza që bën, ko me kom penges, perde, pe zjarët xhehenemit. A përshën e vllazën besimtar, Islami çfarë feje madhështore është, nuk të lën ty nas në situatë pas zgjedhje, vetëm se ta zgjedhën thot veç vazhdo. Tutje vazhdo, mos u nal, se me lenë Allah ka për të ndihmu, edhe s'ka me të braktis asnjëherë, mirë po ti ke me qenë për atyre që don kanë me qenë suksesshëm. Andaj vllazën besimtar, bëni sabër në edukimin e fëmijëve tuaj, por edhe ju bëheni shembull familjet e juaja dhe insistoni në këtë rrugë me lenë Allahut, nuk do mungojnë sukseset. Të ndërrohet vllazën besimtar, do e përmbyllim këtë hutbë me dy kërkesa. E kemi një motër tonë muslimane e cila është sprovu me një operim dhe ka pasur një komplikim. Ju kisha lut për hir të Allahut që duan në ditën e sotme më kështu kësaj motrës që Allahu ta shëroj dhe të jap sukses në ato operimin që ka bë. Andaj sot mos harroni lutjet e juaja dhe kërkesa e dytë që kam është sot do të qesim postën për ta ndihmuar xhamin e Shqipurit me përfundu punimet e tyre. Javën e kaluar është të për xhamia tjera, sot e kemi javën e është vakf, kush ka mundësi me kontribu, Zoti ju shpëleft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.